Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Duke u munduar që t'japim lajmet më të fundit, duke u munduar që të sjellim hamendësime, thashe theme, fjalë që fliten lart e poshtë, hatërmbetje, inate, mlefe, në qoftë se ka, ashtu thuhet. Do të thënë do t'ju japim një zbërthim këtyre gjërave. Tani, ju të gjithë jeni dëshmitar që ditën e djeshme, Albos, një mik i afërt i Gjestit, një shok shumë i mirë i Gjestit, ka bërë një veprim në Instagram. Dhe ky veprimi vije pas 2 ditësh, të cilat për personazhin në fjalë, që konkretisht është Egli, kanë qenë ditë ku kjo gocë e mrekullueshme, fantastike, ka qenë shumë në qendër të vëmendjes në komente të ndryshme. Ka qenë në qendër të vëmendjes në emisionin Mos i bjerë me top nga Ronaldo Sharka dhe Eriola Doçi, ku e ftuar ishte Xheneta dhe u përball me një situatë që duheshte të jep komente në një rubrikë që Ronaldo dhe Eriola e kanë, do me thënë duke komentuar fotografitë që Ronaldo dhe Eriola përzgjedhin, konkretisht Ronaldo, sepse këtë rubrikën e menaxhon Ronaldo, ku Ronaldo përzgjedhen për të ftuarit e tij. Një. E dyta, Egli ka qenë në shënjestër për lëvizjet e saj që po bën Shqipëri-Kosovë për këngën, regjistrimin e këngës që do të flas në videon e radhës, dhe në pjesën tjetër, do me thënë ka qenë për marrëdhënien e saj me Fifin dhe me patjetër që nuk diskutohet që nuk i ikën asnjë mënyrë dot marrëdhënies së saj që ka me Gjestin. Tani, reagimi i Albosit erdhi menjëherë pas disa lëvizjeve që Gjesti bëri, që ne i folëm në videon më parë. Do me thënë, ju i dëgjuat një video më parë, ato që nuk i kanë dëgjuar, le të shkojnë ta klikojnë, e keni aty. Tani, komentuesit filluan të komentojnë pafund drejt kësaj ngjarje, drejt kësaj situate, duke thënë që Albosi në një farë mënyre ju akmer Xhenetës, sepse Xheneta e ka inat dhe e injoroi Eglin në emisionin Mos i bjerë me top. Tani për ato të cilët nuk e kanë parë, unë dua ta kujtoj edhe një herë pak skenën. Xheneta ishte e ftuar në Mos i bjerë me top tek Ronaldo dhe Eriola, dhe në rubrikën e fotografive, do me thënë injoro apo thuaj një fjalë, Ronaldo kishte vënë fotografin të Eglit. Xheneta në një mënyrë neglizhuese, në një mënyrë, do me thënë skandaloze, e injoroi Eglin. Edhe pse në fund të ditës Xheneta nuk ka asnjë problem me Eglin, mendoj unë, e thash edhe dje këtë gjën, edhe nuk ka asnjë hall me Eglin. Xheneta problemin e ka pas me Gjestin, por Gjesti e ka mbaru punën e tij që në momentin që ka dalë nga Big Brotheri, do me thënë, janë larë hesapet mo, s'ka pas hesape. Dhe në natën kur Xheneta ka takuar vllaun e saj në surprizën e madhe që u bë nga vllau i madh, në natën finale, vllau i saj dëshironte t'ia thotë realitetin dhe të vërtetën, që mes teje dhe atij çunit ka marrë fund gjithçka. Por normalisht Xheneta e shfrytëzoi momentin për ta përdorur për famën e saj dhe hyri në Top Channel. Tani, mënyra se si injoroi Eglin dhe mënyra se si do me thënë e përdori këtë gjuhën e agresionit, le ta quajmë, kundër drejt Eglit, ndoshta është mënyra e të shprehurit e Xhenetës të atill, sepse ka një lloj të mënyrës së të shprehurit që duket sikur është agresive, por transparenca e saj, drejt për drejtësia që ka Xheneta, mënyra që do me thënë e thot të vërtetën, ato që ajo mendon dhe ndjen, qoftë edhe nëse është gabim, më pas do me thënë mundet edhe ta korrigjon, mundet edhe të kërkon falje, sepse kemi parë disa karaktere të kjo vajzë, nuk është se ka një karakter, po ka disa natyra në veten e saj, e bëri që ndoshta në atë momentin nuk e ka thënë po injoroj për tip inati apo për ta ofenduar, thjesht po injoroj sepse injorim e ka loja, do me thënë loja e kërkon o injorim o të flasësh, dhe përdoret termi injorim, injoroj. Por mënyra se si e tha Xheneta, do me thënë mori një konotacion shumë të ashpër, mori një qëndrim kundër drejt Eglit shumë të rëndë, sikur Xheneta e uren dhe e ka inat Eglin, ku më pas Xheneta pati edhe një reagim në Instagram për këtë pjesën. Dhe tani do ndaloj tek Albosi, që bëri këtë veprimin në Instagram.
Unë mendoj që Albos nuk e nxori Eglin për të bërë inat me Xhenetën apo për të bërë mlef me Xhenetën, sepse Gjesti prej në ditën që ka dalë nga Big Brotheri, vazhdon në rrugtimin e tij, do të thënë ka pas koncerte, ka pas dalje publike. Unë nuk e kam dëgjuar në asnjë dalje publike, qoftë edhe në intervistën 8 minutëshe që e dha për Goca dhe Gra, të flet për fenomenin Xheneta, të thot një fjalë për Xhenetën, ose ta injoron, ose ta ofendon, ose ta vlerëson. Do të thënë nuk ka fol asnjë gjë. Do të thënë as nuk e ka përmendur fare hiç si histori. Tani, se çfarë leverdie ka Xheneta në këtë mes, ndoshta mund të ketë një interes që pret që Top Channel ta përballën Xhenetën dhe Gjestin në një emision të përbashkët për klikime, po nuk ma merr mendja që Gjesti do binte dakord të uleshte në një tavolinë, sepse ndoshta edhe nuk ka argument që ti thot, ndoshta edhe e ka mbyll komplet të kapitull, sepse gjithmonë e ka thënë dhe në Big Brother që është femra që mua më ka bërë më së shumti të vuaj e shumë gjëra të tjera në këtë rast. Me thënë mendoj që është një situatë pak e ndërlikuar, por Albosi nuk e ka bërë këtë gjën, jam shumë i bindur për këtë gjë dhe mundohem që ta analizoj thellë këtë veprim. Nuk e ka bërë që ta akmeret ndaj deklaratës që dha Xheneta për Eglin, por mendoj që publikimi i fotografisë e Eglit në Instagramin e Albosit tregon thjesht një marrëdhënie të mirë, një marrëdhënie të hapur, një marrëdhënie të hapur mes Gjestit edhe mes Eglit. Do me thënë që Egli ka arritur që të futet edhe në pjesën e afërt të Gjestit tek njerëzit e tij më të rëndësishëm. Dhe mendoj që ky mesazh ishte në këtë fotografi dhe me këtë veprim. Nuk ma merr mendja që në këtë pikë ka pas një mesazh tjetër apo ka pas një dedikim tjetër i cili nuk ishte në këtë rast për një akmarrje, sepse nuk e ka bërë kurrë ky personazh, edhe nuk ma merr mendja që do ta bënte. Dhe kur shoh ta komente që Mirja bën e Xhenetës, Albos, kjo është gabim. Sepse nuk kanë gjëra të bëjnë me Xhenetën. Xheneta është profil në vete, unë e thash edhe dje, Xheneta duhet të fillon të punon me vete në kuptimin le të na sjellën çfarë projekte çdo bën, çfarë plane ka. Jemi ne ato që do komentojmë jetën e Xhenetës, do komentojmë rrugtimin e Xhenetës, do komentojmë planet e Xhenetës, do komentojmë lidhjet e Xhenetës, sepse ne këtë punë e kemi dhe nuk është Xheneta ajo që duhet komenton jetën e të tjerëve, sepse Xheneta duhet zgjedhë një rrugtim. Do bën komentuesen apo do bën rrugtimin e saj për atë ëndrrën që ka. Dhe nëse duhet të bën rrugtimin e saj, atëherë duhet fillon të merret me planet e saj. Le të bën publike se çfarë do thjellën, që ne t'ia komentojmë. Dhe në këtë rast, unë jam shumë i bindur që postimi i Albosit nuk kishte fare të bën as me Xhenetën, as me asnjë deklaratë, po thjesht kishte të bën me respektin ndaj kësaj vajzës që kjo nënkuptonte që Egli ka arritur të njeh njerëzit të afërt të Gjestit.